Mali? Gjoja fundit në këtë shtëpi që du me ndodhë është me konë situata tilla. Nuk i du këto situata fare, po është shumë e vështirë për arsye se nuk mbarët veç për meje, mbarët edhe prej banorëve tjerë. Po që mbarët për meje është përgjigjet që jepi. Pjanisi me preken ose me tërheken fizike të dora që ndodhi. E di që jam me një pozitë shumë pa lakmueshme këtu, për mua anku ose për me jap mendimin për situata tilla që më ndodhin, për arsye se e di që jam mashkull. Edhe në shoqëri jam mësu me pasat mendimi që një mashkull, nëse i ndodhin këto gjana, nuk do të më anku. Se është ai mendimi, ton ky djalë ose ton ky burr më anku. Po nuk mendoj që do të më konë ashtu. Unë Big Brother nuk e marr me konë objekt i kërkuit, po ku marr me bë debate edhe argumenta. Edhe ku marr më trajtu si njeri. E nuk u marr më kap, as më prek me dur kërkushtu. E para. Sa i përket komentit masanej, u konë një koment ma ofendues në këtë shpi që e ku marrë ja. Edhe po më doket në klip e thash bagi mirë, që unë nuk u marrë me përfaqësu kur gjë tjetër përveç malit, vetës tem, edhe ku marrë me kallëzu karakterin tem. Po nëse ko ka kriju ajo përshtypja që për njerëzve më ranë ose për njerëzve jarë që kokën aty e përfaqësu edhe Kosovën, shpresoj që sa do pak i kom bo krenar me qëndrimin tem deri tash këtu më rana. Mal, më fal, mund ndërpres? Patjetër. Apo mbarove? Po. O Mal. Po no. Tani, nuk mund thuash që, domethënë, jenë pozicion vështirë sepse po komenton këtë situatë, sepse kjo është, domethënë, disi një situatë që ti po e kërkon. Pra, unë kam qenë i pari që të kam thënë, kur nisi debati juaj që është i hershëm për mënyrën e komunikimit të Selinës ndaj teje. Por, që absolutisht nuk jap drejt. Por, shoh tek ti një tendencë për t'u viktimizuar pak. Tani, nuk ka lidhje kjo je burr apo grua. Ti je një djalë që unë mendoj që ke potencial. Dhe nuk e kuptoj arsyen pse potenciali jot duhet të ngelet te ajo mënyra që të ngelet ty me rak se çfarë ka thënë Selina për ty. Ndërkohë që ti këtë mund ta kthesh në favorin tënd. Pra, pse ti ke kaq merak që duhet ta sqarosh se s'bën atë marrëdhënie që ke me Selinën? Kur dihet e qartë se ju të dy nuk e doni njëri tjetrin dhe sa herë ti afrohesh, ajo nuk të do afër. Pra, pse duhet të kthehet në një situatë kaq dramatike për të thënë që shiko se më preku, se sa çka dorën me gjithë shpatull Selina ti ke gishtin. Pra, unë e pash situatën, nuk mu duk një situatë agresive për ta kthyer në një situatë që duhet të ndjejmë, domethënë ty që u dëmtove nga Selina. Ndërsa këto bisedat që bëhen ke ardhur për të përfaqësuar këtë apo atë, këto janë biseda kotmëse, kush e di historinë, e di shumë mirë që ne jemi një komp. Këto janë me mbullalliqe. E kupton? Dhe për te asaj, se cili për jush aty brenda përfaqësoni veten, do me thënë, ti Mal përfaqëson Kosovën, ajsa që përfaqëson Selin Kaninën. Por, unë, për shembull, do kisha pasur qef që duke parë një potencial të ti, që ti, armiqtë e tu brenda lojës, ti shkatroje me mekanizëm tjetër, dhe jo me mekanizmin duke kërkuar zarfin e zi, më kupton? Sepse ti ke mundësin të bësh më mirë. Pra, jo vetëm për faktin që je djalë, po për gjithë çfarë të karakterizon ty. Selin? Po, atëherë, është hera ime e parë në 31 ditë që nuk ndërprej mendimin e dikujt tjetër. Kjo sepse doja që vërtet ky klip që sapo pam të sqarohej, sepse Mali për te gjithë ankesave që ka bërë me të drejtë dhe i kërkoj shumë falje nëse e kam bërë ndjehet keq në mënyrën se si unë jam shprehur, nuk ka qenë ky qëllimi. Për te kësaj gjës, Mali ka kap çdo banor në çdo cep të shtëpisë dhe ka transformuar situatën dhe ka thënë fjalë të pathëna nga goja ime, të cilat ka shumë banor që kanë thënë, nëse ka thënë kështu, ka bërë shumë gabim, ne do presim prime dhe do ta vërtetojmë dhe kjo ishte, besoj, e kuptuar. Sa për situatën, filloj kështu. Unë ja kam bërë shumë qartë që në ditën time, okej, Mali nuk ndërpreva.
që në ditën time një këtu brenda kam thënë që unë si Selin sfidat i vlerësoj, përveç faktit se di se sa rëndësi kanë sponsorat, po është edhe një moment që të shkëput pak nga kjo loja dhe ky realiteti jon kaq i hidhur i përditshëm. Mali nuk e respektoi absolutisht fare hapësirën time, duket shumë qartë që unë isha futur një cep, si që edhe pse ishte punë në grup dhe ne do fitonim gjithë, unë ta ndërtoja në atë botën time. Mali nuk e respektoi dhe po ja kërkoja me qetësi deri në momentin që u agravova. Sa për kapjen e dorës, nuk ishte fare qëllimi që unë të dëmtoja Malin, përkundrazi kapja ishte komplet thjesht i vendosa dorën, ishte Mali ai që shtrëngoi dorën dhe më tërhoqi bashkë me vete. Gjithsesi nuk po, prap, unë kam bërë shumë gabim, i kërkoj Malit shumë falje, dhe sa për Kosovën, unë nuk e kam thënë në atë kontekst si është marrë, Kosova është shtëpia ime e dytë, biles Mali është i vetmi person këtu brenda që din se sa shumë e lidhur jam me Kosovën dhe se si jeta ime artistike ka qenë gjithmonë e ndarë mes Shqipërisë dhe Kosovës. Por e kam thënë që ne patjetër që përfaqësojmë veten tonë, po njëkohësisht jemi një pasqyrim i rinisë të shoqërisë sonë. Dhe ja kam thënë në këtë aspekt. Nuk e kam thënë që ti ke ardhur tu dhe përfaqëson Kosovën, po si unë dhe Mali jemi një pasqyrim i shoqërisë që kemi për ditë atje jashtë. Kjo ka qenë gjithë ideja ime, gjithsesi kërkim faljen time. Unë e bëra, Mali mund ta pranoj, mund mos ta pranoj, është çështja e tij, por ama që ka një cinizëm dhe vjen dhe të ngacmon në ca momente që janë absolutisht të papranueshme, i ka bërë dhe ka qenë shkak pasojë sjellja ime, për të cilën nuk jam krenare dhe më vjen shumë keq që her pas here është i vetmi person që e merr atë përgjigjen nga Johan tepër e errët e imja. Nuk më duket arsye fare ose justifikim fare. Nuk justifikova, argumentoj. Dhe e kam kërkuar Malin 3 herë në shtëpi për t'u sqaruar. Dhe Mali fliste me çdo banor dhe vetëm me mua që kishte situatën, më thoshte jo largon, nuk do të flas. Jo, Selin, unë mendoj që juve duhet ta mirë kuptoni Malin në veprimin e tij, sepse në një farë mënyre aty është bërë si një lloj, po themi, rutinë që duhet me prish lojën e dikujt tjetri, sepse nuk e kuptoj arsyeën që pse secili nga ju kërkon të prishi lojën e dikujt tjetri. Monika, po flasim për sponsora. Po, mirë pra, nuk e prisha lojën. Mirë, edhe sponsorat janë të domosdoshëm se nuk pastaj mua si banore. Dakor, po edhe sponsorat janë të domosdoshëm, mos e mendoni aq ashtu. Pra, shikojeni gjërat paralelisht dhe duhet ja jepni një lloj mundësie Malit për të shprehur anën më të mirë të tij. Mali, unë mendoj që Mali duhet atu të lojnë Malin ato? Jo, nuk ka nevojë ta tutelojnë. E kanë fëmijë adoptuar që duhet. Nuk ka nevojë ta tutelojnë Malin, por Mali është akoma i paqartë, sepse Mali edhe nuk do të bëhet pjesë e një grupi aty, por edhe do të ri i pavarur. Po tash edhe Mali duhet ta ndajë mendjen, sepse kështu ashtu s'ka një dorë vani, një dorë baklava. Edhe i pavarur i dependent, por edhe të bëhet pjesë e Prime-it. Kështu që unë mendoj që Mali duhet të jetë pak. Nuk e kuptoj pjesë Monika, ka mundësi veç më sqaru edhe pak. Të ta sqaroj, unë kam pozitën tëm që e di shumë qartë ku jam. Domethënë jam në qendrimin tëm edhe me asnjë grup tjetër. Çka është problemi? Po, dakor, po nëse ti je në qendrimin tënd dhe në asnjë grup tjetër, atëherë ti nuk ke pse shkon dhe prish lojën e të tjerëve. Unë nuk e dëgjoj Monika, këtu je shumë veç pak, ti bëj scenariu. Këtu je gabim. Mali mos gënje. Mali mos gënje. Shumë qartë që po afroja avash. Ta dëgjoj Malin. Unë erdha aty. Ja prishi lojën Stelinës. Mirë pra. E kam me Selinën edhe me mirë. Unë qëndrova aty dhe nuk e prisha fare lojën. Edhe veprimin e parë. Veprimin e parë që bani ishte Selina, që më kapi edhe më tërheku. Ishte ti që mirë pra po. Jo, Mali. Ati komentit shëmtum që ma tha. Mali, unë doja me të dhëm pak zemër, por jo të marrësh super xhiro. Tani ti ke komenti që ndaju për Kosovën, nuk kujtove mas 24 orëve për ta diskutuar. As 24 orë, atë gjatë komentu tani unë në këndvështrimin deri në praj. Mali, unë po ta them në ti merre si të duash. Unë po ta them në këndvështrimin tim. Ajo telefon shumë gjëra të tjera për të dhënë. Arenës që kam qenë. Me njerë mas arenës që ka qenë. Po jo me jo se s'është mas arenës ajo. Me njerë kam qenë edhe jam rëfy. Ndoshta ju nuk e keni perceptimin e kohës, por nuk është mas arenës. 4 orë e marr vetëm pse më the kështu, pse më the ashtu. Ndërsa për çështjen e Kosovës pastaj ke dalë në një anë tjetër. Dhe unë prapë them, mos hyni në këtë argument se nuk fitoni asnjëri as tjetri në argumentin e ndarjes së kësaj. Unë mendoj që ti Mali ke shumë gjëra të tjera për të dhënë përveç konfliktit dhe kërkesës së bërjes së të tjerëve fajtor. E mendoj këtë në një këndvështrim, një e para, ke zërin shumë të bukur,
Ne është i vetmi Big Brother që ka prodhuar një këngë dhe e prodhut këngën Tunde Mojselin. Jo, moj se prodhojmë çdo vit. Jo, po unë për veten time më vlan, flas për veten time. Ti vetëm këtë ke parë, prandaj ky është problemi. Unë rika ajo imja. Çudia më e madhe është ajo e fundit që ka ndodhur, të tjerat kalojnë. Prandaj Mali, bëjnë një gjë të bukur, atë që ditë bësh më bukur, mos u bë konfliktual. Kemi nevojë për ty në shtëpi, sepse ke atë allegron, entuziazmin tënd, por jepe në një këndvështrim më të mirë, mos e jep në këndvështrimin e konfliktit. Këtë po të them. Do ta jap në çdo këndvështrim që është shot e drejtë, Monika. Edhe këtë fakt që e drejtë, do ta jap gjithmonë atë këndvështrim. Po kënd të drejtë, do ta jap gjithmonë. Nëse konflikti dhe bezdisja e një femre është ana më e mirë e jote, atëherë është tjetër gjë. Okej. Jo me një pozitë shumë palakmueshme. Edhe e shpjegova bajegi mirë pse arsyen. Edhe po besoj se jeni tu ma konfirmu ju vet. Dakor. Okej. Mirë, po ju lë me njëri tjetrin. Mendoj se do të janë shtëpi sot. Pozitë palakmueshme. Atë çfarë thash? Po funksionin e ka